Në Vlorë, numri i divorceve ka ardhur në rritje gjatë vitit 2024. Shumë çifte po i drejtohen gjykatës për zgjidhjen e martesave, duke reflektuar një tendencë shqetësuese. Ekspertët theksojnë se problemet ekonomike janë një nga arsyet kryesore të ndarjeve. Tani, nëse pikat e referimit janë këto të garancisë ekonomike, unë të gjej një person që më të garantojë ekonomikisht, logjikisht që kjo martesë nuk mund të jetë një martesë e qëndrueshme dhe nga momenti që mbaron vlera ekonomike, logjikisht në martesa shkon drejt zgjidhjes. Një tjetër faktor i rëndësishëm është mungesa e komunikimit mes partnerëve, por edhe ndryshimet sociale gjithashtu kanë ndikuar. Gratë sot janë më të pavarura ekonomikisht, duke mos e parë martesën si një detyrim të pakthyeshëm. Pra të jenë real me fëmijët e tyre, mos t'i gënjejnë ata në mënyrë që t'i lënë fëmijët të procesojnë gjithë ndjesitë negative që mund të vinë nga ndarja e prindërve dhe që patjetër vinë. Një tendencë në rritje është divorci me marrëveshje, i cili shmang procedurat e gjata gjyqësore dhe redukton konfliktet, sidomos kur ka fëmijë të përfshirë. Një lidhje martese dhe dy persona vendosin që mos të vazhdojnë më tutje martesën me konsensus, janë disa procedura që edhe mund të evitohen. Pasojat sociale të divorceve janë të shumta, veçanërisht për fëmijët, të cilët shpesh përballen me vështirësi emocionale pas ndarjes së prindërve. Rritja e numrit të punësimit të grave, fuqizimi i grave bën që ato të jenë më të afta për të marrë një vendim dhe të mos kenë më nevojë për partnerin e tyre në momentin që marrëdhënia nuk shkon. Ekspertët theksojnë nevojën për mbështetje psikologjike dhe këshillim për çiftet në krizë, por edhe për ata që kalojnë procesin e divorcit.